Panxari është një nga ato ushqime që ose e duam shumë ose nuk e durojmë fare. Por fakti që nuk na pëlqen nuk do të thotë që trupi ynë nuk e do. Shumë njerëz e han panxarin vetëm se është i shëndetshëm. Dhe kur shkojnë në tualet, pyesin: "Çfarë po ndodh me mua?" Jo, nuk po vdes, është panxari. Panxari përmban nitrate natyrale, të cilat në organizëm kthehen në oksid nitrik. Oksidi nitrik përmirëson qarkullimin e gjakut, ndihmon furnizimin e trurit me oksigjen dhe njëkohësisht rregullon qarkullimin e gjakut në organizëm. Prandaj shumë sportistë përdorin lëngun e panxarit jo sepse është magjik, por sepse trupi i tyre punon me eficiencë më të madhe. Praktikisht, kjo do të thotë që ndihesh i ngopur më gjatë. Ke më pak uri të papritur, energjia është më e qëndrueshme gjatë ditës. Panxari nuk bën mrekulli, por ndihmon organizmin ton të punojë më mirë. Si ta përdorësh panxarin pa stres? Nuk është e nevojshme që të pish lëng panxari çdo ditë. Do të ishte më se e mjaftueshme nëse përdorej 2-3 herë gjatë javës, ose i zier, ose në sallatë. Nuk do të ishte domosdoshmëri ta përdorje çdo ditë në formën e lëngut të panxarit. Dhe ngjyra e urinës në tualet është më se normale. Trupi yt nuk po proteston. Praktikisht kjo do të thotë që ndihesh më energjik dhe më pak i lodhur, sepse panxari rregullon qarkullimin e gjakut në organizëm dhe tek shumë njerëz presioni i gjakut do të ulet. Miti më i madh shqiptar është që panxari pastron gjakun. Jo, nuk e pastron panxari gjakun. Është mëlçia dhe veshkat që e bëjnë këtë punë çdo ditë në organizmin ton. Panxari nuk pastron gjakun, por ndihmon rrjedhjen e gjakut, dhe këto janë dy gjëra të ndryshme.